Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj propozimit të socialistëve për ngritjen e një komisioni të posaçëm që do të krijonte ndryshime kushtetuese për fshirë reformën zgjedhore dhe çështjen e numrit të deputetëve në kuvent. Berisha hodhi poshtë këtë nismë duke e cilësuar si një përpjekje të mazhorancës për të ndikuar në funksionimin e institucioneve të drejtësisë, veçanërisht të prokurisë së posaçme. Ai deklaroi se Partia Demokratike nuk do të japë votat e saj për ndryshime që sipas tij synojnë dobësojnë SPAK-un. Dhe njëherë ne nuk bashkojmë votat me Edi Ramën, absolutisht. Dhe ai po përgatit se tani problemi i tyre është lufta kundër skapit, se këtu do të dalin ata apo jo. Po të harrojnë se do marrin kur një vot të Partisë Demokratike, mbasi tani ata e kanë betejë politike, nuk e kanë betejë në interes të qytetarëve. Berisha theksoi gjithashtu se opozita ka si prioritet ndryshimet e sistemit zgjedhor në një model proporcional kombëtar me lista të hapura, duke e konsideruar këtë si një reformë të domosdoshme për përfaqësimin politik në vend. Partia Demokratike ka ra dakord me kërkesën e aleatëve të vetë dhe të tjerëve në përpjekjen më serioze për të gjetur mirëkuptimin më të gjerë si opozitë, më të drejtë dhe më të ndershëm, se cili pjesë e vetë, kjo është ai ligj dhe ne e bëjmë. Kushte të cilat kërkojnë të pengojnë këtë ne nuk pranojmë, kushte s'kemi pse pranojmë, sepse ne nuk gjykojmë se pas zgjidh problemin elektoral mund të ketë një reformë kushtetuese. Nga ana tjetër, mazhoranca ka propozuar një paketë diskutimi në kuadër të reformës, ku përfshihet edhe ulja e numrit të deputetëve në kuvent. Debati mes palëve mbetet i hapur, ndërsa reforma zgjedhore dhe kushtetuese pritet të jetë një nga çështjet më të rëndësishme të diskutimeve politike në vijim.